Selam aleikum, mosh do të bëjmë ngjyra dhe gjatë punës, shpesh duart dhe krahët të bëhen nevojë. Ndonjëherë tuaj nuk hiqet kryesisht dhe pastores, ama pranon Allahu abdesin nëse të duart më kanë mbetur bojë, në cilat raste boja e pengon vlefshmërinë e abdesit e në cilat raste jo. Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngjyra e cila e lejon depërtimin e ujit nuk ka problem. Ngjyra e cila nuk e lejon depërtimin e ujit në lëkur është problem. Ngjyra e cila e lejon depërtimin e ujit edhe nuk kanë komplet dora me ngjyrë edhe krau me ngjyrë s'ka problem. Merr abdes përmi ta, nuk heket ngjyra, abdesi është i rrjedhë. Ngjyra e cila nuk e lejon depërtimin e ujit, nëse është me pjesë të vogla, nuk ka problem, ose nëse është pjesë e madhe është problem. Pjesë e vogël llogaritet në vlerësimin e dietarëve nëse pjesa sipërfaqja e volumit me ngjyrë është më e madhe se sa rrethi që mundet me bëjë njeriu me gishtin e madh dhe me gishtin tregues. Por nëse është më e vogël se sa që kjo sipërfaqe, edhe pse është ngjyrë e cila nuk e lejon depërtimin e ujit, nuk ka problem, abdesi është në rregull. Nëse sipërfaqja është më e madhe se sa rrethi që mundet të bëjë me gishtin e madh dhe me gishtin tregues, atëherë domosdoshmërisht duhet me marrë masa, me jek këtë ngjyrë edhe pastaj me marrë abdes, wallahu a'lam. E njëjta vlen pastaj edhe për ata që ngjyrosin këtu të mjekën me kur çka do që ka bëj me këtë tematikë është rregull i njëjtë. Allahu a'lam.